150.000 euro shtëpi. Ku pikecit mu ka kallë shtëpia. Shtëpia është boraf, shenja pluhet. Po na kena mu ka mujt shtëpia vllaf mu kallë. Kajher më shumë baqiri si sa rryma. Sa që dop kajher. Që mi pa shtyllat, krejt karzohen. A me ardh me t'i lyp paret, vin fill. Si ave paret, ta kpusim. Me këqyr televizor, ma kije diçka në friz me lon, shkrinjet fill. Një frymë ma vogël ndërprejet rryma, veç që tash na ka bu do dome, ma ka djek televizionin. Sa ka kushtuar televizor? 600 sa euro. Unë jam pa televizion, unë se kom kërkon jashtë, me qëtu i kem bu. Kur e shoh si o moti i ke që frymë, si do mos e di si në pramje s'ka me pas rrymë. Gjithmonë kem pas problem me rrymë. Për rrymë jena qmerë. O kallë garazh da krejt që kjo pjesë që shtu, shka jenë konë mrena jenë kallë. Miqtë mi dashur, përshëndetje prej meje Lauretës. Na sot terrenin e kemi në fshatin Osek Hyl të komunës së Gjakovës. Sot kemi ardhur këto për të raportuar një problem me të cilën përballen një pjesë e këtij fshati, që është problemi me energji elektrike. Si pasojë e problemeve me energji elektrike, shumë dëme i ka mësuar, domethënë një pjesë e këtij fshati, siç janë djegur shumë pajisje shtëpiake, edhe për problemet e tjera me të cilat janë përballur banorët e këtij fshati, po shkojmë edhe për intervistojmë një zonjë, e cila ka pas probleme me ta. Tash kemi me shku me intervistu një zonjë, e cila ka me na tregu problemet me të cilat është përballë ajo. Zonjë si je, a je mirë? Si po kalon? Pa. Me shëndet, mirë? Wallahi, me nekcija me hapa qështu. Veç po shpresoj që je mirë, na sot kena ardhur me fol për një problem me të cilin përballen jo, që është probleme domethënë me energji elektrike me rrymë. Apo na tregon pak më gjerësisht. Po zemra jeme. Po. Atë natë o konë një sahati. Një djali kujshive konë rrugës, ka vjen, arna ka kërsi të nderë. Nëra njët natës domethënë. Njët natës. Edhe jemi janë djenë të nësë ku mujtë me lujtë vendi më ardhë kënena, qatë ditë jotë njëstit po. Ju ka të kizë dhe ka po janë qu, e kanë pa flakën, janë ardhë këtu, i kanë thirë ata, kekin, që ata, kekin, janë ardhë, e kanë shkym strujen, janë bukur do sene janë kallë. Vallaj, nuk janë bo fort kallaj, i kalon gruja thmin në përkujshi, edhe i kanë bosh që të sene. Hajde shkojnë edhe i këshyrën do me thonë këtu garazhën që ju është kallë juve, apo? Po. Edhe shumë pajisje tjera. O kallë garazh da krejt që kjo pjesë që shtu, shka janë konë mrena janë kallë, janë kallë dy kësi të mëdhaj kafes, janë kallë 3 maqina, po 3 aparata janë kallë, 2 maqinat të se fshin, po janë kallë, po erdhen do që sajde, me e si lash në barë, ja vash që atyne gjendve. Do me thonja tu kanë kallë shumë pajisje shtëpiake. Po shumë, janë kallë që tu, e kem hik. Janë kallë shisa elektrike, maqine larjes, po, vallahi, krejt janë kallën. Edhe televizora sana, edhe masanin ati, ja ke jopë njerëzve, do me thonë? Po, vallahi, ja kom dhonë se kanë mu shplet i ke shqitë do me për hekra, po i bjena ato, qashtë ja ke jopë. Aja tha, vish për ti heki rrugë, tha se nuk të plastike, tha janë, vish javë kom dhonë, vetëm që ta se s'ja vash, tjera të po pasha zotë se krejt janë kallë. Shkëm janë bo. E që sa ku do të përballeni me këto probleme me energji elektrike? A është mëti ku kjo? Valaj, bukur si mëti, po s'ka bo kukush ban dejsh aty. Tash këtë këthejhesh neve në kanë kallë, dikuj ju kanë kallë, ka pak ju kanë kallë atyne. Dikuj i gjezve kafe, se dikuj një televizore,
Po pra, Kur do gjohish. të keni probleme me rrymë. Po ka i herë nalet, ka i herë vjene qështu. E qysh ja delni jo, tash do me thonë këto e keni pas sahatin e rrymës po i Pa bjen. që të që. Edhe tash ajo djeg. Kajtë shkru më bon. O djeg. Shkru më po. bon. Edhe Shkrum. masanina, a ka orket si me regullu rrymën? A jeni mbet ju pa rrymë? A keni rrymë ta? Ja s'kem rrymë. S'keni, do me Ja, thonë ja. jeni pa energji elektrike. Qysh se o kalla jas, edhe si jemi konë ka përnojmë ko gjona më struj. Jo, vallahi. Që pi bjen nuk njot natës, pi bjen ju i një konë gjëmë, nuk e Po. keni ngarku. Ja, inshallah, ko gjo heq vallahi. Edhe kështu ditën, më ko gjo së është të ngarkume. Edhe do me thonë kjo ka ndodhë si pasoj e rrymës së dabet. Vallahi, rryma dëb, tash, sukur pesheni vetë, a janë ka përnojnë që na i dikon ljerga, shka pa di, jone, na nuk je me atrap. Vish një se hati mësë për pa arë që a ideal, nash këjtë më bon. Po, do me thonë ka dosh zoti me kalu dikush të pari, Po, edhe me orë me ju trokin derë se e ka po zjarin, po, se për pak ka e ka qenë pa. dikol krejt shpi. Qashtu, Edhe në këtë rast mi u rezeku edhe jeta juj. Se Qashtu jeni është. konë gjomë, edhe jeni konë flejt, pasha edhe për pak zotën, mu po. djegë. Po, une shumë kesh dëbë, s'mujtë e marrë, këne e nërë djemët, i kanë thirë ata për mi nërë zjemin. Vish, Po. në ka, këta kofshin me imer edhe ju, Po, se kesh në ka konë, vallahi. normal se Ha, është... vallahi, zjem mo. Po, është e tresh, do me thonë se për shkak problemeve me energji elektrike, Qashtë, që s'keni jo kur gjo faj, jeni ka t'u kollë edhe t'u e riziku, t'u e hup edhe jetën e ju. Ja, vallahi, kur gjo Ka sen, qenë ora 1 e natë, edhe po. kur gjo s'kim pas dhejz aty mrena, ja, san s'kim pas dhejz. E, a keni bo kërkes, a t'kanë thonë djemë diçka, a kanë full me kecin? Po sa lihi ka bo një kërkes, për mdo këtë shka ju ka thonë aty nëse di, tani për juve se vini, Po, media, i pa po. të thonë këti Ibrahimit, ati i ka ndollë, qështu, Një fatkeci, po, po, edhe s'po mundet me na full. Nuk ka lidhje, do me thonë problemi juj është që keni probleme me energji elektrike. Si pa pasoj... i keni, kanë edhe këta, Normal, një ko që në shkuë, e fshatit shumë e madhe, keni probleme me rrymë. Me bisedat që i pata me banorët e fshatit ose hyll, ata thonë që ndjen të harruar edhe komplet pas gjithje. Çdo ditë e tyre kalon me këto probleme dhe po shpresoj që kanë me u ndërmarr hapa konkret dhe kanë me u gjetë zgjidhje për problemin me cilën këta përballen. Vazhdojmë. I nderuam si je? Mirë, Si po kalon? mirë po Me kaloj. shëndet? Vallaj, po, të qysh. Na sot kena arë për një problem me të cilën përballet fshati ose hyli i komunës së Gjakovës, që është energjia elektrike, domethënë keni probleme të mëdha me Na energjinë. kena probleme me energji elektrike, rrymin e kena dopt, krejt ke katune jonë, kena pasën në tetor me datën 20, kena pasën një par problemi, Po. mu pat nis shpia vllaf mu kallë, Deshti zote një kushti karak nena, najna konën tonë fleton, edhe vjene na thirë, na i lamuroj me keke, me të gazën e këta me në ardhë. Këtu, faleminderit, na kanë ardhur shpejt e shpejt, na kanë shtymë. Tash na... Nora njët mes natës, Një gjys, po që aty. Kur ju keni qenë gjëmë edhe keni Po. mujtë mu kallë krejt në qofë Po. se nuk i shkalu do me thonë ai komshia ju i këto. Po na kena ka mujtë shpia vllaf mu kallë. Adem që so ku e keni këtë problem? Këtë probleme kena pi datës 20 mujtë kalum të torë. Po do me thonë problemin me energji elektrike ju si fshat që so ku përballeni me këtë problem? Përbes ko gjamati, as të përna televizorit që duhet, as friza së përnojnë, kretë gjigjë, se ma shumë të të bëj shiri, ka herë. Po, a do me thonë
me qiri... Ka herë ma shumë bë qiri si sa rryma. Sa është shaqe dop? Sa qaqe dop ka herë. Ka herë të kënash. Ka herë... Po me ka herë nuk... Zli qysh vjen tura. shtyhet, Tura, di qysh, si a qysh me ta spiku. Që mi pa shtyllat, krejt karzohen. Po që krejt karzohen. Një fry me fry e madhe, krejt binë kokër shpine. A me ardhë në t'i lyp paret, vinë fill. Fill, si ave paret, ta këpusim. E këpusit, si shka e banë. Tash, mu vlatë ju ka kallë shpia, tash nesë m'dollë mu. Mas nesëri, i ndollë kushis, i ndollë ati tjetet. Neve gjithë që është në vynë një trafo mi pas. A keni bo kërkesa dem? Pa i ka boj vlav i kërkes, po tash, shka po di, shka po bojnë ta. Qa po thujnë keci, do më thonë kur po i shkruni ankesa, kërkesa? Keci dje. Theke du të me hi, theke me hi me gjukat, me avokat. Po përshka me hi une me avokat e me gjukat, komunet, pi kecit mu ka kallë shpia vlav. Pse me hi une me avokat, përshka për shfarë pune. Nuk kam punën me avokat as me gjyq, as me kurgjo. Pi kekit e kam të kallëne, kekit do të më kry këtë punë. E qa po ju thot keki? Keci më falë. Po dje, ken, theke merë në avokatën, një me avokat. Pse me hi me avokatën e? Për shfarë asyje? Ku pi kecit mu ka kallë shpia? Gjo që ka qenë edhe ty rreziku, do më thonë jeta a juj, për shkak se ka qenë ora 1 e natës edhe logjikisht keni qenë Po faleminderit se kon den 12 natës në Gjakovë në punë kushia. Dhe sa orët nëjna. A mu ka mujtë mës me qenë ai, do më thonë kënejna heqë? Mës me qenë ai, shpia është boraf, shinje pluhen. 150.000 euro shpi. A po me vetë që shpije? 150.000 euro shpi, po si do të që tjetë prap edhe një adapter me të kollë. Prap... Sa senin që ta si muajnë hekra, jap ka falë njona, se ju vi ke irë, as mu i kemi pa njona. Nuk mu i kemi pa... Do më thonë lavatrice... Krejt. Fshesa elektrike... Me shpëret strujs, po, me shpërete, me maqintenve. Krejt qka i ka pas nusja vlavt, si i ka po krejt, se me thonen, s'ki pas lazem një shibel mi bleje, krejt i ka pas bo, krejt. Me kërdije, që shohinja jo atje, me puna, me krejt. Une s'po di, une nuk kam nevoj, për shemull, edhe herë po foli. Nuk kam... Tash, se më kanë thonë mu me hi me gjugje e me hi me avokata, me këta, në s'kam nevoje, të keci du të mi kry këtë punë. Qështu? Po, për rastin e fundi, do më thonë që në këtë rast ka qenë duke ju kollë krejt shtëpia edhe garozha juj, do më thonë e familjes e vllaut tonë do shkollë, që ju kanë thonë keci për këtë rastin e fundit? Se, do më thonë, ti po më thu që si janë bo ndryshime që sa vjetë përballeni me këto probleme. Që të shtylla, as nuk janë dru, as nuk janë... Ja, one i bona 50 vjetë, i kom bo që të i kom gjetë nume. Gjapi, krejt lakume, krejt shamta, krejt ura, i kanë bo vish me ura, me faqet zezë. Qysh një është ti kur jeni, do më thonë, pagues të rregullt të energjisë elektrike edhe nuk e marrë një shërbimin si duhet? Qysh po një është ti? Se ju rrymën e paguni çdo muj? Po, përbes. Po, vallaj. Ta në 2 milion kesh, se po vja për ta këput fill në sahat aty, tak. Fill po vja për e këput. Mes mi pagu. Ku për ta këput, ku për shkan atje, për të lyp 7 më tëra më tepër. Po, për shkyqje, do më thonë. Po.
Qështu? A dem qa pret prej institucioneve përgjithëse, domethënë? Qa i kishe thonë aty në parë? Une kisha thonen, i lutna kecit, që ta bandera me në rregullu, një traf me në pru qëtu neve. Edhe kërkon një dëm shpërblim për domët të cilat ju kanë bo. Se krejt ato i keni bo domethënë me mund edhe në fund ju janë djeg. Edhe bash i traktar sa në gjujt e kem. Sa se në jo konë to krejt, se s'kalona jo në për dhoma. Se edhe në barë, domethënë i kejra e djekt ashtu. Po. Keni mujt me duru edhe tash të fakte nuk i Po s'mujke edhe nëna mi po të djekta. Visër këto kajt. S'mujke. Po s'mujke se dhimta e djalit. Se krejt ato kushtojnë. Po. Po në rregull, haj gjonat e tjera që blihen. Tek e fundit. Edhe pse janë shumë pareve këto blihen. Po në fakti që keni qenë të kollë, Po. në ora 1 mes natës, Po. kjo është domethënë për me kap kryt. Po. Se nuk keni faj jo, apo kuptojnë, është problemi, se as nuk ka pos diçka me ngarku rrymen në ato momente, as kur gjo, thjesht rryma e dop, ja ka nisë dhe për pak ka qenë të ju kollë dhe më thë krejt shtëpia dhe njerës që kanë qenë aty. A pet për folim, Po. për ka ona rrymes shumë e dop. Na, ka herë ma shumë, shkojmi me qiri, ma shumë ka dritë qiri sa rryma. A që dop është. A që dop. Po do më thonë është shekullin 21 ku bota po ecë përpara me teknologji, me inteligencë artificiale, kurse në Kosovë halo ka fshatra dhe vende ku halo me qiri për shkak të rrymës së dop, do më thonë nuk qanë asë gjë. Po, qa që dop të është se mallë e ki me këqyrë televizor, mallë e ki dishka në frizë me lonë, të shkrinjë të fillë, që kaqë. Mu më vjen shumë keq adem, mas pari për domën që kanë bo, po shpresoj që këtë video me shku në veshin e durë dhe me reagu institucionet përgjithse, për shkak se, që që thashë edhe ma herët, është e dhimbshme në shekullin 21 me pas kësi probleme. Edhe po shpresoj që kanë me ju, keni me marrë dëm shpërblim edhe për gjonat për cilat janë djeg. Sa ato krejt janë tek e fundit mundi ju i djerë sa ju i. Po shpresoj shumë. A ki diçka të fundit për me tha, Adem? Faleminderit për juve, s'po di në qa me folë ma tash. S'po di. Faleminderit. Këtu ishim me Adem Krasniqin, i cili na foli pak ma shumë për problemet që i kanë pas me energji elektrike dhe me kecin përgjithësi, po shpresoj që kjo video me shku në veshin e durë dhe kanë me u rregullu ky problem. Faleminderit shumë, Adem. Faleminderit edhe për juve. Për problemin e energjisë elektrike me të cilën përballet fshati ose Hyl, kemi ardhur edhe te një banor tjetër i këtij fshati, që quhet Ibrahim Thoqi, ai ka më na fol pak më shumë për problemet me të cilat përballet. Ibrahim, si je? Mirë. Si po kalon ndërru? Mirë, faleminderit për ju që një orë me na vizitua, me botë madhe këtë ngjarje. Se më rrym sikur për natë që pëndim, sidomos në për fshatra. Edhe të na, gjithmonë kem problem, sidomos në kohën e vjesh se dimnit, një frymë ma vogël ndërprehet, rryma i thirr nuk vishin e tash pak ma e kanë forcu me fol realitetin, se djali me telefon për i thirr Prishtinën edhe e quajnë ekipën. Ato jam falimendrues. Veç që tash na ka bu do dome, mu për herë por, ma ka djeg televizionin, këta varlesa është ka usojnë, po do dritat pasqyre, 2 banja, edhe në përkrejt kujshit po hinte i vetë, kanë mi u tregu si kanë pas dome, të kujshia këtu
se di në ashtaj një konë ma kemi përporën. qenë edhe atje, falem edhe Aja për ty nuk o heq njët natë s'ka ndodhë ky aksident. Po, do me thonë, jam probleme me të cilat përbollen i që Edhe rryma, sidomos, është shumë e vogël. Unë e kom blej farë përforcusi se sidomos në pramje nuk punojnë. Edhe televizioni shkon tu nalë kur o rryma do, po se aktivizove qatë përforcusi. Edhe do me thonë që shto që sa vite, që sa ku. Më zvet. Unë e u plaka. Që sa ku, do me thonë shumë Gjithmonë kem pas problem me rrymë. E pëse s'u boni zgjidhje, Ibrahim, a keni bërë Shka, po kuni trafo e vjetër, i ka shti durët edhe privat, na i kem fojt. I kanë shti durët, kanë prek, unë zdi qysh se ka mytë, halo, na jo. Kanë bo dome, do me thonë njerëzit atë, apo thu? Jo, po heke siguresin për atë lagje, shti një akti, gjithkush ka mujtë aty, se pa derë, pa ka pak, o kun, te i volë. E çfarë ndjesi t'jep kur ti e pagun, do me thonë energjinë elektrike çdo muaj? Ajo, edhe në fund nuk furnizohesh. E din çdo njoni kur e pagun Nissan nuk e merr fitimin për rrym jena të merr. Me thonë... A e paguni çdo muaj rrymë? Po. Tash është pej Prishtine, mundën i kanë qitë dorë atreja. Pej Prishtine ta nolë, po se pagove. Jo, me rrym, po se pagove ti rrymën ta nolin fjell. Jo, regullisht rrymën e kem paguve. Ju do me thonë e keni problemin edhe frikën për shkak se kojshist ju është kall garazhat edhe sa hati rrymës. E keni po vetë. Për pak do me thonë të ju kall krejt shtëpia, edhe tash ti po tutesh edhe për veti. Normal, gjithkush për veti. Unë, si thujnë me nëzje kem bon, po, inshallah, shteti ka drejtësi duhet me i pagut pakten që të domësha në kanë bo. Kur gjo tjetër. Do me thonë, a keni bo kërkesa dhe ankesa? Po, kom bo ankesin, po. Qa është ka përgjigja atyne? E kësyrim komisionin, halos në kanë orë. E këshyrim edhe tash do me thonë kanë kalu me prit edhe ku edhe jeni të prit. Unë jam pa televizion, me ble tjetërin za i ri o konë 2 vjetë. E sa ka kushtuaj televizion? 600 sa euro. 600 sa euro? 600 sa euro televizioni ma. Po. E masanina... Unë e kom një të vogël po së këqyre të ashaj, se mësu syni të ma. Po për pajisjet e tjera shtëpiake, jo, ato të unë e tjera, frigorifera, dishka maqina, fshinsa, dishka, jo, s'ka djeg, jo, veç televizion, qata varlesa, 2 dritat pasyur në banja, janë në pasyur ato drita. Ato i keni bo me shumë mund edhe djesë edhe... Po, normal se unë se kom kërkon jashtë, me qëtu i kem bo. Me punë të kësur? Po, 2 djemë punojnë, po. Edhe ta shiki friken se mundet me të kallë edhe shpia. Inshallah, mas pori që atë trafo e sigurojnë edhe na përforcojnë pak rrymën, se ka levizje rryma, shijet. Bile djali e ka inqizue drita, qëtu dritat e majtë në unit, hervike ma modhe e inqizoj, a ja ka qu kekit në Gjakova, në Prishtin, me e po. A keni furnizim të rregullt me energji elektrike? Ka pas furnizim, po që doko që një i muj e gjys, jënë të nruë kabla, për ata unë jam okej, se jënë të nruë për tokë, në piskot. E kur veç në pramje, adin është shqetsu se me ndajtë tërtash, nuk jena në kohën ali bungit që thujnë. Po në shekullin 21, më dhez qirja, më dhez një... Gjithë ka po ecë për para me teknologji, me këto, do më thonë, jo ende me qiri. Me qiri, me qi dritat vogla. Sa dhimshme është për? Dhimshme të mërshme, se jo dhim. E sa pagua një rrymë gjdo mujo? Pagun që... Sigur me hargju, do më thonë kështu... Unë jam 30 orë. 30 orë. Nuk hargjojmë shumë. 35-40, dimnit tash pak ma shumë, me gjithë në dzemë me dru. Edhe do me thonë,
Po që kur e thash në qiri natën, sa dhëmshme është për të? E dhëmshme jo, po. Unë e di se jo i kom lonë gjatë e pes, edhe me qiri e di ku i kom bo detyrat. E ta shekullin 21 kur... Po, ajo është... Në vitin 2025 dhe më thonë, jo, halo problemin. Halo. E aprit një që ka mu dregullu. Shpresoj si për ditë ma mirë i sholla. E kërkesat ajo kanë marrë para syshin dhe rumë? Kërkesat i sholla tash i shqyrtojnë. Kërkesat halacionar me kësyr domin me e vërtetue. Do me thonë, keni pas shumë dome, edhe tash i keni frike normal për shkak të energjisë elektrike që është shumë e dot. Mundet me pas dome halomat më doja dhe me të drejt. E dot, ju i pot shtyllat. Sa ku janë të vjeta ato shtylla? Unë jem konë fëmin klas 3-4 kur bo kjo lini. Po. Do me thonë prej asaj Pe atërit kur këto si në ru, kur e din keki. 60 vjetë për bjena në shta haloma shumë. Jo, 55 si një. Do me thonë që ka të shumë vite nuk kam bas një dryshe. Jo, që pi shenit betonit shtyllat e reja, si jënë ru, së kur në gjendje si pishe këtu, si jënë të lidhë me i moj. Nuk i kanë ru, tana. Edhe kur frynë, ata tjelat për preken nër veti edhe na vjetë domi. Do me thonë, jo, një moti keq, met një parrim. Një moti keq, unë kur e shoh si jo moti keq e frymë, si do mos, unë e di si në pramje s'ka me pas rrymë. Se e nalin për parën për shkak na i havarije mundët më konë telat pi prek. Pi shini... Do me thonë, bashkë të shpijat telat që po ju kalojnë edhe një zjadë në diçka mundet një... Jo, që tu tash i kanë bo bistek, kanë ru që të kabel. Para 3-4 vjetë, e kanë ru, me kjo dhe të frynë nuk e damton, s'ka tela mu prek, është e izolume. Po ata telat e moqëm, të aluminit që janë, ata kur preken, ata djegën dishka. Inderum, a ki diçka të fundit për me thonë, ndoshta për kecin? Unë për kecin, sukur si e paguim, nëse se paguj, mës ma në qërë rrymën. A kur e paguj, dhe të ma bon kushtin e të kom rrymë. Për domet, kur e vërtetuajnë që o bo pej rjetit, jo pej dorës njerit, unë e kësha lutë me na i paguet pakten. Hiç kur gjo ma shumë. Si një marrë dëmë shpërblim asë një Jo. Te që tash mu për veti nuk më ka djekë gjo. Më konë, televizorin, ato... që tash po, te që tash. Që tash, hera por, një temë si më ka djekë rryma dishka. Nuk muj me gënyu, a me rajt. Që tash në ndodhen, jo veç mu, po krejt ma hodhë. Nuk ka shtëpi që nuk ka një dom, dishka ma të vogël. Po Inderum, faleminderit shumë. Faleminderit për juve. Shumë respekt, faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Miqtë mi dashur, për shpresoj që ky problem ka me u rregullu për shkak se është realisht e trisht në vitin 2025 me pas hala kësi probleme edhe këta njerëz mos mu furnizu mjaftueshëm me rrymë.